Rreth 40 familje nga fshati Gurras janë ngritur në protest para bashkisë së Pogradecit duke kundërshtuar dhënien me qira të sipërfaqeve të tokës që ata pretendojnë se i kanë pasur në përdorim prej vitesh. Sipas banorëve, toka e ndarë me ligjin 7501 është dhënë nga bashkia me qira për një investitor privat i cili synon të zhvillojë agroturizëm dhe pemtari. Kryeplaku i fshatit Arjan Çinari shpreh se një pjesë e banorëve e kanë refuzuar dikur tokën për shkak të pamundësisë për të përballuar taksat, por sipas tij, ajo ka qenë gjithmonë në përdorim nga familjet e zonës. Ai thotë se sot banorëve u është hequr edhe asistenca ekonomike, ndërsa toka u është marrë dhe dhënë me qira një subjekti tjetër pa u zgjitur më parë konflikti i pronësisë. Kjo parcel toke që është dhënë me qira ka qenë e ndarë me ligjin 7501. Disa e kanë refuzuar, disa nuk e kanë refuzuar. Dhe megjithëse e kanë refuzuar, ka pasur arsye atëre punë taksave të tokës, asistencat, sot jashtë për dhe asistenca jashtë marrë dhe toka. Problemi është sepse jashtë dhe një teatri me qira, e ka marrë me kontrat me qira dhe del që ajo ka tokën. Me banorët ka folur me disa, po jo me të gjithë. Me disa banorë ka folur. Po nuk zgjidhet problemi se ka folur me disa banorë. Problemi duhet parë thelb, është tokë ndarë, duhet të liret, se ligji është për tokat e pandara. Nuk është për tokat e ndara. Disa thonë ja ka hequr vijin e kuqe, i ka hequr vijin ja ka hequr i jati, i biri kërkon tokën. Fëmia kërkon tokën, fëmia thotë unë nuk kam hequr vijin në tapi. Banorët do ngrihen protest, do bllokojnë rrugët, çfarë do ndodhi? Edhe banori Mariglen Krasta thotë se ka tokën të ndarë me ligjin 7501 dhe ka aplikuar për certifikat pronësie, por kërkesa i është refuzuar nga kadastra. Ai shpreh se ka paguar të gjitha taksat dhe ka pasur tokën të mbjellë dhe të rrethuar, por sipas tij, investitori ka prerë pemët pas një sqarim. Kam tokën të ndarë me ligjin 7501. Kam bërë aplikimin për certifikat, kam bërë 2-3 herë më është refuzuar, ka dalë negative. Thotë kadastra e keni refuzuar. Ndërkohë, unë tokën e kam në tapi ATM, kam bërë aplikimin, mirë po, përgjigja taksat i paguaj të gjitha tokës. Plus të asaj më vine më tepër. E kam pasur të mbjellë të rrethuar, i ka prerë zotëria që ja ka dhënë bashkia me qira. Po nuk e dim si ka hyrë, ka marrë vendim nga bashkia, nuk e di si është. Duhet të na sqarojë bashkia për këtë vendim. Po, e kam pasur përdorim. Kemi pasur në ajo tokë është dhe ndarë që në thënjeshin. Ndërkohë kemi mbjellë, kemi janë thari, kemi mbjellë prap qershie kemi të mbjella, kemi pasur mbjellë. E njëjta situatë paraqitet edhe nga Suzana Torra, e cila thotë se toka është punuar prej vitesh nga familja e saj me lajthi dhe qershi. Ajo shpreh se pemët janë prerë pa dijenin e tyre dhe se askush nuk i ka kontaktuar për këtë vendim. Tokën e kemi punuar, jo lajthi, jo qershi, e refuzuam atere, sepse na kërkoni taksat, s'kishim, edhe e lamë, si mollët edhe rushin, po pastaj i kemi përdorur. Dinim neve se do ngjam tek jo e këtilla, se e kam pastruar atje, i kam prerë të tëra gjerat, pa djenin tonë. Edhe kryetari fshatit të thot ai, të vinte të thoshte që këta e kanë fshatarët. Ti pyesim njëre, duana, se duana. Asnjëherë, as ky i fshatit. Apo i mbushën xhepat këta mirë, edhe tashi thonë jo, si do vini juve, i keni hequr vizë. Në protest ishte i pranishëm edhe këshilltari pavarur Arber Male, i cili kërkon sqarime nga bashkia e Pogradecit. Banorët e fshatit Gurras janë mbledhur këtu për problematikë që kanë me tokat e tyre, me tokat shekullore. Një person i cili pretendon që ka marrë toka me qira në atë fshat, ka shkuar dhe ka zaptuar tokat e fshatit. Tani këtu ka një terr institucional. Bashkia duhet të bëjë sqarimin, a ka dhënë kontratë dhe nëse kjo kontratë është dhënë, a ka vendim të Këshillit Bashkiak, sepse kam dyshimet e mia që janë shmangur të gjitha procedurat ligjore dhe kjo kontratë është në shkelje të plotë të ligjit. Prandaj bashkia duhet të bëjë sqarimin e menjëhershëm që edhe këta banor të qetësohen dhe të vejë e drejta tek i Zoti. Për çdo tokë që është në pronësi të shtetit, bashkia ka të drejtë ta jap me qira. Dhe kjo kalon nëpërmjet vendimarrjes të Këshillit Bashkiak. Në 2 vjet e gjysmë
por edhe më parë, në ndjenin time nuk ka një vendim Këshillit Bashkiak. Prandaj, në qoftë se kjo ka ndodhur, kemi të bëjmë me një shkelje të ligjit dhe dikush aty duhet të mbajë përgjegjësi. Në një komunikim me administratorin që ka marrë me qërat tokën, ky i fundit është shprehur se prej 2 vitesh e ka në përdorim këtë tokë me kontratë rregull qiraje me Bashkinë e Pogradecit, ndërsa në zonë do të kryejë një investim në agroturizëm dhe pemtari. Ai u shpreh i gatshëm për çdo verifikim mbi pronën në fjalë. Burime nga Bashkia e Pogradecit bëjnë të ditur se do të ngrihet një grup pune për të verifikuar nëse banorët e fshatit kanë dokumente mbi këtë tokë.